Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! E njihni këtë gjethe, përdorini në këtë mënyrë dhe thoni lam të mirë artritit. Mund të mos e dini, por lëkurat e gjethet e disa frutave dhe perimeve janë shumë të mira për shëndetin, prandaj ne ju sugjerojmë që të mos i hidhni. Lëkura e qepës apo gjethet e luleshtrydheve për shembull përmbajnë shumë vlera ushqyese si edhe flavonoid dhe karotenoide, të cilat njihen shumë mirë për vetitë e tyre anti-inflamatore dhe antioksiduese. Jasi mund të merrni sa më shumë përfitime nga lëkura apo gjethet e këtyre frutave dhe perimeve që ju zakonisht i hidhni. Luleshtrydhet. Mos i hidhni gjethet e luleshtrydheve. Përgatitni me ton një çaj bimor. Këto gjethe në formylle të ngjitura në fillim të luleshtrydhes janë të pasura me antioksidues. Një studim i publikuar në revistën çeke Food Science tregon se gjethet e luleshtrydheve kanë nivele të antioksiduesve të barazvlefshme me ato të gjendura tek vera e bardhë dhe lëngjet e frutave si lëngu i rrushit dhe pak më pak se vera e kuqe dhe çaji i jeshil. Antioksiduesit parandalojnë molekulat e dëmshme të njohura si radikalet e lira që trupi i tyre i prodhon në një mënyrë natyrale dhe na mbrojnë nga sëmundje si sëmundjet e këqija dhe sëmundjet e zemrës. Gjethet e luleshtrydheve përmbajnë nivele të larta të një grupi antioksiduesish të quajtur L-gitanins, që ndihmon në lidhjen me shëndetin vaskular, e në gjaku fleksible dhe tension normal të gjakut. Në mjekësinë popullore, gjethet e luleshtrydheve janë përdorur për të lehtësuar dhimbjen e artritit. Ato përmbajnë acid kafeik që ka veti anti-inflamatore. I thani gjethet e luleshtrydheve dhe përgatisni me to një çaj të ngrohtë. Sëmundja e reumatizmit shfaqet në mosha më të vjetra, por nuk i përjashton as të rinjt. Sado që mund të mos jetë shkaktar i sëmundjeve të këqija, reumatizmi ul kualitetin e jetës së njeriut dhe posaçërisht nëse terapia e reumatologut nuk përcillet me kujdes shtesë shtëpiak. Kur vjen puna te kujdesi shtëpiak, gjethet e rrushit luftojnë inflamacionin e nyjeve, njëri nga problemet bazë që shkakton pikërisht reumatizma. Inflamacioni kronik i nyjeve po ashtu është edhe faktori kryesor i disa sëmundjeve si ato të zemrës dhe njëkohësisht të Alzheimerit. Inflamacioni shkakton edhe artritin dhe sëmundje gastrointestinale. Stili i jetesës dhe genet janë kontribues në shfaqjen e sëmundjeve dhe gjithashtu në zhvillimin e inflamacionit, por një ushqyerje tepër e shëndetshme me ushqime që nuk shkaktojnë inflamacion është strategjia më e mirë për t'i qëndruar larg sëmundjeve më të rrezikshme. Vlerat ushqyese të gjettheve të rrushit. Njerëzit të cilët janë të kujdesshëm në peshën e tyre duhet të përdorin gjethet e rrushit sepse ato përmbajnë shumë pak kalori. Dhe nga ana tjetër, në 5 gjethe gjenden 14 kalori. Gjethet e rrushit janë një burim i mirë ushqyesish. Aty gjenden vitamina C, E, A dhe K dhe vitamina B6 përfshirë niacinën, hekurin, fibrën, riboflavinën, folatin, kalciumin, magnezin, bakrin dhe manganin. Një racion me gjethe rrushi nuk përmban as yndyrë, as kolesterol dhe ka shumë pak natrium dhe sheqer. Nivele të ulta të glicemisë. Një racion me gjethe rrushi ka më shumë ushqyes dhe ndikon në kufizimin e nivelit të sheqernave në gjak. Mbajtja gjithashtu në nënvëzhgim e sheqernave në gjak është tepër e rëndësishme, veçanërisht për ata të cilët vuajnë nga diabeti, që duhet të kontrollojnë ndikimin e çdo ushqimi në nivelin e sheqerit. Një i rritur dhe shëndet plot duhet të ketë një nivel glicemie në 100 ose më pak. Rrjedhimisht gjethet e rrushit janë një zgjidhje
shumë e shëndetshme. Pamjaftueshmëria kronike e venave. Një studim i vitit 2010 nga Departamenti i Dermatologjisë në Universitetin e Freiburg në Gjermani doli në konkluzionin se ekstraktet e gjeteve të rushit zvogëlonin edema tek pacientët që vuajnë nga pamjaftueshmëria kronike e venave, një sëmundje kronike e cila prish ekuilibrat e qarkullimit të gjakut. Kur gjaku has pengesa dhe gjithashtu nuk arrin dot në zemër, këmbët ënjten dhe preken nga edema. Zvogëlimi i edemës ul barrën e rëndë në vena dhe sistemin tuaj vaskular. Përdorimet e tjera. Gjethet e rushit, veçanërisht ato të rushit të kuq, janë përdorur prej shekuj dhe përdoren në mjekësinë bimore. Gjethet e rushit përdoren si një çaj kundër diarres, hepatitit, dhimbjeve të stomakut, reumatizmën, dhimbjet e kokës dhe etheve. Ju mund t'i thani vetë gjethet e rushit duke i lënë ato në diell. Gjethet e thara të rushit munden të zihen në ujë dhe të pihen si çaj me mjaltë. Një grusht me gjethe të thata të thërmuara do të mjaftojnë për një kup çaj. Kujdes, lajni gjethet e rushit me ujë të bollshëm përpara përdorimit apo tharjes. Nëse keni bler gjethe rushit të paketuara përpara përdorimit, shpëlajini mirë për të hequr natriumin e tepërt. Ashtu si çdo makinë me kalimin e kohës, trupat tanë konsumohen. Gjunjët janë veçanërisht të ndjeshëm për shkak të lëvizjes dhe presionit. Nyjet janë pikat ku dy kockat takohen dhe janë të lidhura me njëra tjetrën përmes ligamenteve, tendinave, kërceve dhe gjithashtu muskujve. Nyja e gjurit është edhe më e madhja e trupit të njeriut. Ajo trajton një sasi të madhe të stresit, pasi mundëson lëvizjen e trupit duke mbështetur pjesën e sipërme të trupit. Me kalimin e kohës, kërci në fund të eshtrave që formojnë bashkimin mundet që të përkeqësohet dhe për më tepër ka lëngje në kupën e gjurit që mundësojnë lubrifikimin e nyjeve. Këto qese të acaruara mund të lëndohen dhe çojnë në dhimbje. Mirë po këtu ne do t'ju njohim me recetën e cila do të bëjë të mundur lehtësimin e dhimbjeve të gjunjëve fal disa përbërësve natyror. Ju mund të aplikoni këtë pastë në çdo nyje për të zvogëluar inflamimin dhe gjithashtu për të lehtësuar edhe dhimbjen tuaj. Ju mund të dëshironi të eksperimentoni me recetë duke përzier gjysmën e sasisë së uthullës me vaj ulliri. Nganjëherë masazhimi mundet që të jetë i fortë dhe vaji i ullirit pakson nxehtësinë dhe lehtëson aplikimin. Të gjithë këta përbërës do të reduktojnë inflamacionin në qoftë se i hani. Mbani në mend se speci djegës mund të bëjë me njolla rrobat, prandaj keni kujdes me veshjet. Përbërësit që do t'ju duhen janë 2 lugë çaj me specë djegës pluhur, 1 filxhan uthullmolle ose gjysmë filxhani vaj ulliri dhe gjysmë filxhan me xhenxhefil të grirë. Shtoni xhenxhefilin e grirë dhe specin djegës të tretur në uthullmolle ose vaj ulliri të ngrohtë. Përzijeni mirë derisa të formohet një pastë. Aplikojeni pastën në zonën ku keni dhimbje 2 herë në ditë dhe lëreni atë të veprojë për 20 minuta. Më pas shpëlajini me ujë të ngrohtë dhe thajini. Masën e përgatitur mbajeni në frigorifer dhe tundeni mirë përpara se ta aplikoni. Mirë po duhet të dini se këto informacione nuk kanë për qëllim të zëvendësojnë ilaçet e përshkruara nga mjeku. Para se të përdorni këto receta të mjekësisë alternative, ne ju sugjerojmë që të këshilloheni më parë me mjekun tuaj. Nëse ndonjë prej këtyre përbërësve ju shkakton alergji, e mira është që të mos i përdorni këto receta të mjekësisë alternative. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajini këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.